Ne kishim në plan, në fakt kishim vendosur me Flogertin dhe me Sebastianin që të flisnim për ngjarjen për lajmin e ditës. Në fakt ishin 2 lajme dite. Dje dhe sot. Apo sot ka ndodhur. Kur ishte në BKH Dumani, në BKH themu, në KLP. Na u bë këto KLP, BKH, GKK, Dje. E ishte dje. Dumani ishte dje në KLP, që dha shpjegime dhe nuk e di do kemi kohë të flasim për këtë gjë, po e kemi në plan. Kishim dhe kontrollin e në shtëpi që është bërë Erion Velis, kryetarit ende në detyrë të Bashkisë Tiranës, që është në qelit e paraburgim tek në paraburgimin e Durrësit. Përpara se të flasim për këto dhe çfarë është gjetur në shtëpi, para se të flasim për këto çështje, që s'do kemi kohë sonte, unë them ta filloj me një ngjarje e cila i kalon këto cismizet e politikës shqiptare të brendshme, do ikim në Prishtinë. Edhe një Prishtina, Kosova, po na tregon, të paktën ky është mendimi im dhe nuk e shtoj për debat, siç ja u them gjithmonë në fund të emisionit dhe u them dhe sot. Vazhdon Kosova të na japi shembuj demokracia e bë gjithmonë thonjza unë, nuk e kam për keq. Për shembuj që institucionet funksionojnë, që atje pushteti nuk mund të akumulohet dhe të mbahet pafund, si në Shqipëri. Ajo që ka ndodhur në Kosovë, ne do shpjegojmë pikërisht tani. Unë kisha shpresë do lidhesha edhe me një deputet të vetëvendosjes, që nuk e di sepse do lidhemi për pak çani. U folet ti jo? Po. Po fantastike. Okej. Presim për paktën aty në linjë Nezir Krapi. Kraki, më fal. Kraki, e lexova unë gabim. Nezir Kraki. Edhe ai është një shqiptar i Kosovës që është zgjedhur deputet. Nuk e di e njeh Klejt? E njoh, po. Ti Sebastian e njeh Nezirin? Po, e njoh. Ti Flogert e ke dëgjuar? E kam dëgjuar, po. Po. Neziri është, me që më kanë thënë se unë nuk e njoh, po më kanë thënë që është një... është pedagog në Francë. Është pedagog e shkencave politike në universitet në Francë, por në Paris nuk e di se ku jep mësim atje, do ta pyes pastaj kur të hy. Dhe është një personazh shumë interesant. Është një soi si, pra, po të flasësh me Nezirin, duke u flet me një francez, po të flasësh frëngjisht, sepse ka rreth 30 vjet që jeton atje. Dhe është dhe mik dhe me Etem Agën. Rastisht isha unë në kafe me Etem Agën, po pinim një kafe. Sot, dhe duke folur për Nezirin, më thotë Etemi, që është kandidat i listave të hapura të doktorit këtu në Tiranë të Partisë Demokratike. Më thotë Neziri e ka mik. I thash shne, sepse më thotë jo Neziri, më thotë Etemi, Etemaga e ka mik Nezirin, sepse jemi miqta prej kohështa, prej vitesh, sepse jeton dhe ai në Francë, dhe në dy bashkë, dhe mua më bë shumë qejf në fakt ta shqyr. Kemi ndonjë frankofon në emision, sepse ngelen vetëm me anglisht folës na çmendën. Tani pa humbur kohë, le të fillojmë me ngjarje që ka ndodhur sot në Kosovë, me pak fjalë, nuk u formua dot. Nuk u konstitua dot Parlamenti i ri. Parlamenti i ri. Albin Kurti mbetet ende pa 2 vota që i duhet, minimalisht 2 vota për të kap 61-shin që të bëjë qeverinë. Jo, më shumë. I duhet më shumë? Paktën 4. Po pse unë di që lajmi është 58 i ka. Ja, po 59. duhen 62. 61. Duhen 61. Duhen 61. Do na ndihmoni ndoshta me informacion sepse lajmi gjithandej ka ndalë që ai ka 59 në këtë moment bashkë me Limajn. Dhe me ato partitë tjera. Po me Limajn them pse si? Jo, unë thash me Limajn i ka. Okej. Pra e mora të mirë qen. Por dhe Lima është një impresion të madh, kështu që. Po Limajn ka thënë po. Edhe sot që doli nga takimi atje, nuk la të kuptoj që gjithsesi nuk ka rëndësi. Situata është shumë interesante në Kosovë. Ajo që mua më intereson fakt sonte për ta bërë këtë gjë është jo cismiset e vogla atje se çfarë bëjnë, gjëra teknike. Më interesoi të kuptoj që kur pash ngjarje në Kosovë, që mund të thotë sot politike, krizën është të quajtur krizë institucionale, nëse mund të quhet institucionale, po është krizë politike më shumë se institucionale, apo jo? Po. Thash vetëm një sekond, ku ndryshon ky vend që ne e kemi ngjitur këtu, janë shqiptarë dhe ata? Ky vend i mrekullueshëm, thash, ku ndryshon nga Belgjika? Në Belgjikë, për shembull, Belgjika është një nga vendet e Europës që belgët mund të jetojnë edhe 2 vjet pa qeveri dhe atje nuk do asgjë. Kanë jetu. Jeta vazhdon, ë? Kanë bërë ca reforma kushtetuese që te i kalojnë këtë lloj ngërçi, po ç'si ka, po historikisht ka qenë kështu apo jo? Modeli Belgjikës është adaptuar për Kosovën. Bukur, pak a shumë. Tani, kjo po ndodh Kosova, ajo që ndodh në disa vende europiane, në Itali ka ndodhur shpesh apo jo? Italia ka pas po. Ku qeverit mund mos krijohen, ku mund t'japi dorëheqje siç e dha Albin Kurti sot, po jeta vazhdon. Pra nuk është ajo e pushtetit që ta ka pushtetin mos e lë, ose hajde tani, më kanë bërë kaq deputet ti blej.
Shumë këtu të ishte e pa imagjinueshme, për shembull, që Rama për shembull e zëm, të mbetej Ramsi për shembull në 11 maj, të mbetej vetëm për disa deputet, e thoshin njerëzit, tani Ramsi ngjerri shkreti, nuk do vëjë qeverinë. Direkt 10 për 1 orë, paf, kalojnë këtej nga ana tjetër. Për të kuptuar diferencën midis këtij vendi dhe Kosovës. Ndaj unë në fund të çdo emisioni, nuk do rrekem pa ju përsëritur të gjithë ju që keni vendosur të ikni nga ky vend, sepse nuk duroni dot, ju ka ardhur majtë hundës për arsye nga më të ndryshmet, dhe jo thjesht për arsye ekonomike, urgjent në Kosovë, mos mendoni asnjë vend tjetër. Dhe atje s'ke nevojë as për pasaportë europiane, zero, me pasaportën tuaj. Fillojnë po amburkoha atëre. Ledio Plas pa muzikë, ka shenë e ekran, ishte hyrje e gjatë që bëra sot, po e bëra me shumë qejf, se janë gëzuar që kam te Kletin sot këtu, përveç Sebastianit dhe Flogertit. Presim edhe Nezirin të na ju në linjë, Ledio kur ta kesh Nezirin na i fut në linjë, sepse sonte me Nezirin ne nuk dorim më shumë se 10-15 minuta, pastaj dorim me miqtë e mi këtu që të flasim, Nezirin do e kemi nesër në studio me Kismet. Albin Kurti jep dorë që jam pra sepse Kosova e ka bërë me qëllim të titullin kështu, sepse Kosova është vend normal. Kleti, ky është momenti jo duke pritur Nezirin. Ndërkohë, Ledi na ka shfaqur në ekran hartën e parlamentit për të kuptuar sa deputet i mbeten, kjo është e abdituar apo jo besoj. I mbeten Albinit për të bërë qeverinë, minimalisht. Mund ta fillojmë nga informacioni para se të bëjmë koment. Informacioni shkurtër, paktën praktik. Forma e qeverisjes së Kosovës është forma e qeverisjes parlamentare, demokraci konsensuale ose me bashkëdrejtim, që pak a shumë do të thotë këtë, që bazohet tek ndarja e pushtetit. Aty ku ai që e fiton pushtetin e sakrifikon më shumë në raport me minorancën që ka mund të ketë pushtet më pak, por që mund të marrë dhe më shumë se sa që takon. Praktikisht është një sistem që favorizon koalicionet, ose është i varur nga koalicionet. Është një sistem ku minorancat, pak minorancat etnike kanë ato që quhet pushtetin e vetos për çështje që i prekin minorancat, kështu që në një farë mënyrë edhe në qoftë se do duhet ndryshohet kushtetuta e Kosovës, është shumë e vështirë sepse minorancat e duan këtë lloj sistemi. Ndryshon komplet nga ky joni thuaj. Ndryshon, është një variant i qeverisjes parlamentare, ne kemi ato që quhet parlamentarizëm i racionalizuar, ku privilegjojmë më shumë stabilitetin e qeverisë, ndërkohë që në Kosovë privilegjohet më shumë ndarja e pushtetit. Pra në Kosovë, skena politike ndërtohet brenda parlamentit, pra parlamenti është institucioni më i rëndësishëm, ndërkohë që në Shqipëri, për shkak edhe të sistemit elektoral, që neve kemi, por edhe për mënyrën se janë ndërtuar raportet mes ekzekutivit dhe legislativit, institucioni më i rëndësishëm mbetet ekzekutivi. Sigurisht. Dhe kjo është pak a shumë... Po thoni i vetmi de facto. I vetmi de facto, në kushtet kur ti kontrollon majorancën parlamentare, kur je kryetar partie, kontrollon majorancën parlamentare, atëherë normalisht dhe pesha shkon drejt ekzekutivit. Kjo është pak a shumë skena. Kjo është sqarim. Pra, mini editoriali im që sapo bëra tani që Kosova është vend demokratik, Kosova të ri apo nuk të ri, Kleti? Ri në kuptimin e asaj që ajo çka kanë dashur të bëjnë ndërkombëtarët që kanë imponuar këtë lloj sistemi, funksionon për Kosovën. Tashti aty debati është i tillë, nëse ky lloj sistemi është bërë për favorizimin e minorancës. Pa marrë zonat që Kosovë nuk flet njëri për vjedhje zgjedhjesh, ë? Kjo është pjesa tjetër e rëndësishme. Po në Kosovë nuk flet njëri për vjedhje zgjedhjesh sepse sistemi është ndërtuar në mënyrë të tillë që duke pas qeveri koalicionesh dhe ku aktorët politikë sado të vegjël që janë të nevojshëm për sistemin këtë bëjnë. Kjo është arsye që nuk ka vjedhje zgjedhje? Kjo është një nga arsyet, por është edhe pjesë e një lloj kulture demokratike që është trashëguar nga... Ka dhe diçka tjetër shumë të rëndësishme. Për shembull në Kosovë, interesi i klasës politike shqiptare ka qenë për ndërtu shtetin, pavarësisht se si është ndërtu, pavarësisht të këtyre defekteve. Pra, Kosovës është fal shteti, klasës politike është falur shteti, minorancave etnike është fal pushteti që ato kanë, dhe kjo ka qenë pazari si thosh. Pazari i madh. Kosova nëpërmjet forcimit të këtyre institucioneve demokratike, parlamentarizme dhe tjerë, ka fitu shtetin, ka fitu shtetësin, ndërkohë që minorancat kanë fitu pozitën. Dhe në rast se pritet ky lloj ekuilibri, atëherë gjithë sistemi në Kosovë bie. Po ka qenë vullneti tyre, apo ka qenë vullneti ndërkombëtarëve? Natyrisht i vullneti tyre. Aspirata atyre ka qenë pavarësia, shtet formimi dhe njohja ndërkombëtare. Këto kanë qenë aspiratat madhore. Ne në Shqipëri kemi pas shtetin. Ne shtetin e kishim.
Të fortë. Jo të fortë, por nuk vjesh në diskutim shtetësia e Shqipërisë. Sepse dashje pa dashje, Kosova është e varur akoma dhe sot e kësaj dite nga vullneti i ndërkombëtarëve që e kanë kriju. Atëre futemi direkt në temë. Kjo është e rëndësishme. Futemi direkt në temë, kredi që pastaj ta shpëndaj fjalën. Ajo që ka ndodhur sot në Kosovë faktikisht. Çka ka ndodhur sot në Kosovë realisht? Albin Kurti vazhdon të jetë kryeminist në detyrë, por i dorëhequr. Sepse bazohet mbi parimin që institucionet kanë vazhdimsi. Institucionet kanë vazhdimsi, po të duash ta reduktosh. Siç është për shembull Scholzi në Gjermani apo jo? Jo vetëm Scholzi në Gjermani, po përmend rastin e Belgjikës që mbeti 2 vjet pa qeveri, ndërkohë që perl fare e pa parë. Pra ideja dinin gjë, ishte për sondazh nuk dinin gjë belgët. Ideja është që institucionet vazhdojnë. E kupton, belgët e shet s'dinin gjë fare. S'dinim që thoshim pse nuk ka qeveri? Demokracia, një demokraci liberale bazohet shumë mbi procedurën. Pra zgjedhjet janë në një farë mënyrë procedurë. Në fund të ditës çfarë bën ti kur zgjedh? Ti rinovon thjesht institucionin. Sigurisht. Dhe kjo është një esenca që garanton një farë mënyrë atë vijimsinë dhe stabilitetin politik. Pra ti linjat e mëdha ideologjike i ke, polarizimin e ke të kufizum, po flas për Kosovën. Administrata nuk ndryshon dhe atëre fusha e lojës ku partitë mund të luajnë është relativisht e vogël. Pra është lukë. Ndryshime kushtetu është një farë mënyrë po ta shohësh. Pra ti do privilegjosh një farë demokracie konfliktuale ose militante, ku mund të afusësh këtë tonën, pavarësisht se nuk është e tillë, sepse ka yçkla të tjera dhe probleme të tjera, ose do privilegjosh vijimsi institucionale dhe një lojë e cila luhet me porta të vogla, po të duam. Në një farë mënyrë kjo garanton një farë stabiliteti institucional. Po garanton stabiliteti institucional, pastaj gjërat e tjera vijojnë. Për shembull sot në Kosovë, tani këtu Kledi do iki pa ngatyt vetë Sebastiani, vetë Flogerti. Sot Kosovë, si kanë reaguar mediat kosovare nga ky lloj, po themi, kjo lloj krize politike? Që për mua s'është krizë, është një proces i natyrshëm që paraprije proces tjetër. Deri diku janë të ndarë në 2 pjesë. I be ka fjalën, ka pasur inat, ka pasur gëzim që Kurti nuk arriti dot, që parlamenti s'u bë dot, konsullimet e tjera, po është kaluar si një gjë normale. Jo, ato që unë ndjek, përveç disa që janë portale që kanë një lloj agresiviteti, ato që unë më shumë të ndjek janë raportim në krejt normal. Normale. Raportim krejt normal, polarizimi nuk është kaq i madh sa tek ne. Janë të ndarë në 2 pjesë, ka fajin opozita apo e ka fajin majoranca. Opozita thot që Kurti thot nuk u dorëhoq nga kryeministër, Kurti thot janë dorëheqë, pra është një lloj teknikaliteti deri diku. Faji bie mbi opozitën sepse Komisioni Konstitutiv të Mandateve është procedurë normale. Nuk është se ka ndonjë gjë të madhe. Faji bie mbi opozitën. Se? Po sepse opozita le t'ia linte do bëj 6-ën Kurtit pastaj. I pastaj kjo është strategji. Kjo është strategji. Është strategji se çfarë zgjedhin ata. Por në këtë mes, domethënë, opozita do ta bëjë këtë veprim. Se do ta bëjë pas 40. Po çfarë ndodhi konkretisht që nuk konstitua parlamenti pra? Thjesht nga që mungonin deputetët. Jo, deputetët shkuan. Po pra. Jo, mungonin. Çfarë ndodh teknikisht ta kuptojnë njerëzit për andikin tani që konsumojnë politikë. Teknikisht bëhen zgjedhjet dhe merret mandatin KQZ. Ky mandat duhet certifikohet në parlament. Pse nuk është betohen. Sepse parlamenti vet konstituohet, vet certifikohet, nuk ka nevojë për një autoritet të jashtëm, kjo është ideja. Çfarë ndodhi që nuk është certifikuar? Opozita thanë, ne thanë nuk e njohim, ne nuk vim te komisioni. Sepse Kurti nuk ka dhënë dorëheqjen nga Kurti e dha dorëheqjen ndërkohë, nuk e di e kemi apo jo. Kjo është ekses, pjesa e aty që obstruksion parlamentar, është një aspekt teknik, por që në fakt ty t'jep mundësinë si aktor politik që të tregosh një farë peshe, po në fund të ditës është si të them unë ty, të shkojnë një dikush ke banesat sociale dhe të refuzoj Chelsea-n. Pra ti të kesh marrë banesën sociale, edhe mos japi Chelsea. Jo të mos ta marrësh ti. Mos e marr unë. Mos ta marrësh ti, sepse praktikisht parlamenti nuk funksionon mbi bazën, funksionon si një organ i tërë. Po pra. Ai që ndryshon parlament është parimi majoritar, pra kush mund ta marrë vendimin me 50+1, kush humb ose kush fiton. Po në fakt parlamenti funksionon si një i tërë. Tani një sekond, opozita çfarë interesi ka? Këtu do i Flogerti. Interesi Po pra, është thjesht një rrethanor kohe. E kemi zotin Kraki. Erdha, ja sa të mbaroj Sebastiani. E gjitha është për një rrethanor. Më herët, në kushtetut, në ene 26, ka një më herët, kryeministri dhe kabineti japin dorëheqjen. Tani më herët është 1 orë përpara, apo është 1 javë përpara, është 2 orë përpara, apo 1 muaj përpara, ky është gjithë debati. Kjo është detaj. Po japin dorëheqjen. Po pra, po e jep 1 orë përpara, apo 6 muaj përpara. Japin dorëheqjen. Po pra, e ka dhënë dorëheqjen, letrën e ke që është dhënë dorëheqja. Po vazhdon kryeministri në detyrë.
Ata bëjnë jep sqarim dorëheqjen, teknik. si është kryeministri? Jo, Po duhet jetë pra po kryeministri. nesër, sepse nesër, unë janë nisa Çanit, po nuk ka rëndësi të dalin ekran, nesër kam mbledhje qeverie. Do ketë gjithmonë mbledhje qeverie. Po pra, me kryeministra Albin Kurti, Do në ketë 90, gjithmonë. po pra, Nuk derisa konstituohet qeveria e re. Nuk kanë ai këtë është. gjë. mundem pa Para se fjalën ty, sepse po pret edhe në ziri tani në linjë, para se t'ja fjalën Floger, sepse me erdhi informacioni tani, i updateuar. Sot, 15 prill, ishte seanca e parë në Parlamentin të Ri në Kosovë. Media raportoi që Kurti ka dhënë dorëheqjen, më pas dështon votimi i verifikimit mandateve në kuvend, sepse opozita pretendon se Kurti nuk e kishte depozituar në sekretariat. Pra, kupton me çfarë merren. PDK, LDK, AAK, pra, tre partitë që janë kundër Kurtit, që nuk pranuan të bënin marrëveshje, nuk votuan raportin për verifikimin e mandateve, është dokumenti nga KQZ, LVV, pra partia e Kurtit, vetëvendosja ishte e gatshme ta votonte, opozita nuk e votoi pasi neni 70 i Kushtetutës Kosovës nuk lejojnë që kryeministri, ministrat apo presidenti ose presidentja të jetë njëkohësisht dhe deputeti i kuvendit të Kosovës. edhe kryetarët e bashkive me qëra fjala. Po pra, kjo bëri që të mos shkohet në votim në parlament për të zgjedhur kryetar kuvendi. Po. Fikse eksakt Jo, gjë që duhet po them thonë. unë. Mundem ta shtoj me një fjali që ta plotësoj? Po, plotësohet pas e të futim në ziri. Në vitin 2022, Albin Kurti ka miratuar një ligj. Po. Opozita ka qenë kundër atëherë. Albini propozoi dhe miratoi që çdo kryetar bashkie, ministër apo president nuk mund të mbajë njëkohësisht edhe kryetarin e bashkisë apo të komunës, si i thon ata, edhe deputetin dhe anasjellta ministër, deputet e kështu me radhë. Dhe kemi një rast për shembull që kandidati për kryeministër i LDK-s apo PDK-s nuk më vjen fiks, ishte edhe kryetar komune, la mandatin e deputetit dhe vazhdoi si kryetar komune. Ndërkohë që në rastin e zotit Kurti, zëvendës kryeministri për shembull, Bislimi, nuk është deputet dhe mund vazhdojnë në kabinet. Edhe tjerë që janë brenda aty, nuk janë deputet dhe mund vazhdojnë në kabinet. Albin Kurti duhet ndaj, do mbaj mandatin e deputetit apo do jetë Sepse kryeministër. që ka votuar vetë. Tani, fakti që zotria kur çon shkresën atje, thot japim dorëheqjen, por jemi në detyrë, domethënë nesër shkon prapë te puna si kryeministër. Po derisa të bëhet qeveri. Merr prapë rrogën, jo, e merr zëvendës kryeministri. Ajo pjesë e kabinetit Çan, që nuk janë në listat për deputet dhe nuk kanë fituar si deputet, vazhdojnë jetën e tyre në qeveri pa pikë problemi. Këta tjerë, po ti jesh, pra nuk jetë po njëra o tjetra, e ka miratuar vetë Albini. Tani, ai që e ka miratuar sot nuk po e zbaton. Thot hajde të konstituohemi. Dhe për këtë po e akuzon opozita. Eksakt. Ja të dëgjojmë tani një deputet të Albin Kurtit, që e falenderoj shumë. Ledjo, më lidhë lutem me Skype jemi? Ja ku është, po. Atere, mi mbrëma Nezir Kraki. Nezir, po, është e parë që flasim. Të falenderoj shumë që pranove. Unë e lajmërova në fillim të emisioni që ti me shumë gjasa, me 90% do jesh nesër këtu, në studio. Po. Me kismet, si shtoni ju andej, me kismet. Me kismet, veç nëse në thirin prapë në seancë gjatë natës. Normalisht nuk do ketë seancë. Kështu që duhet ta rikonfirmojmë nesër prapë. Seanca nëse mbahet seancë, do mbahet... Nezir, unë sonte nuk po marr kohë të të prezentoj se kush je, sepse nëse vjen nesër do bëjmë një... Nga do kemi më shumë kohë të them që je pedagog i shkencave politike në Paris, në çfarë universiteti je atje, Nezir? Ku je mësim? Ato që është shujt ma herët, Paris 12, Kretej, që është shujt ma herët, në Kretej. Tash është bo... Në Parisi 12, po. është bo Institut d'études politique. IEP de Fontainebleau. Bravo, në Fontainebleau, po. Në jugs Parisit. Po. E kështu, unë ju dëgjova me vëmendje nga fundi tash. Tani, je dakord me këtë që tha Flogert Muçat, zotëria i sa po foli tani? Jo, zotëria i fundit, jo, s'jam dakord. Jo, s'jam dakord as pak. Ma thuaj pse? Veç një dy sqarime, që ta rikontekstualizojnë pak i gjënë. Është hera e para, Kushtetuta e Kosovës thot i ka disa raste ku kryet mandati një qeverie. Dhe njëri nga ato rastet është kur mandati shkon në fund të 4 vjeçarit normal. Konsumohet mandati 4 vjeçar. Dhe është hera e parë
nga lufta deri tash, nga pavarësia deri tash sidomos, është hera e parë që një qeveri në Kosovë e nis dhe kryen mandatin të plot, po. Dhe është hera e parë, është hera e parë që prandaj edhe kryeministri Kurti, kur ka thënë me 23 mars, në momentin e certifikimit të rezultateve, i është referuar atij Neni, duke thënë se pushon me automatizëm fakt, qeveria është kalon nga stadi normal në fazën e dorëhequr apo në detyrë. Është kështu përfundim i nënkuptueshëm. Do thotë nuk ka as nevojë që të risqarohet diçka që është e qartë juridikisht. Kështu e ka kuptuar në fakt kryeministri Kurti, kështu e kemi kuptuar ne. Kështu e kuptojnë shumica e njerëzve sot. Tani megjithatë, sot isha aty prezent në seancë dhe para fillimit seancës, kryeministri Kurti dhe gjithë anëtarët e qeverisë që ishin që janë zgjedhur deputet, i dërguan ato letrat, u dërgu letra dhe u bë ajo që pritej para fillimit të seancës. Tash opozita, disa partitë nga opozita thanë se për shembull PDK mendon, sikur zotreu aty, se duhet përveç dorëheqjes, duhet të dorëzohen qelsat e shtetit, duhet të dorëzohet qelsi i zyres, duhet të lihet shteti pa zot shtëpi, ministrit pa menaxher. Nuk funksionon ashtu në vendet normale, as Franca, as kund. As në firma private në fakt. Unë nesër në firmë private jap dorëheqje, nuk mund të zhduke me njëherë. Unë kam le préavis që i thonë francezët, 1 muaj apo 2 muaj, 2-3 aty, se s'ka kuptim me u zhduk. Kështu që duhet këtë vazhdimësi jetë normale të shtetit. Dhe nuk qëndron ai argumenti se i dorëhequri, shikoni, ish kryetari i gjykatës kushtetuese këtu në Kosovë, më pak më herët sot e ka sqaruar se Albin Kurti mund betohet si deputet, por vazhdon të jetë kryeministër në detyrë me kufizimet që janë parapa me ligjin mbi qeverinë Neni 31. Dhe ato kufizimeve që janë duke u zbatu prej datës 23 mars. Dhe thotë, qeveria e Albin Kurtit veç është fut në fazën asaj që quhet qeveri në detyrë, me përgjegjësi, kompetencat kufizume, dhe cilat, për shembull, nuk mundet të emëroj, nuk mund të propozoj ligje, nuk mund të emëroj në postet larta publike, nuk mund të merret me marrëveshje ndërkombëtare, gjëra të tilla. Ajo veç është duke respektu këtë cikël tash. Dhe në atë fazë jemi. Tash opozita sot mendoj se Albin Kurti në fakt nuk ka dhënë dorëheqje dhe duhet ta zyrtarizojnë me fjalin ndryshe, me fjalë ndryshe, me leksik ndryshe, me anketh, me headline, letër ndryshe. Këto janë bishtëzime që në fakt unë për vete, unë jam i ri aty në kuvend, po edhe ata që i kanë me 5-6 mandate u habitën sot. Askush s'ka prit që ndodhe ajo që ndodhe, që ata të refuzojnë nisjen e konstituimit, nisjen e procedurës, e cila në fakt do mund të ishte e favorshme për ta, sepse do niste afatet. Me ato nisin afatet rrjedhin. A kuptoni? Dhe ata e blokuan këtë nisje. Tash ka nevojë me siguri për një interpretim, për një ndihmë që do i kërkohet zyrës së presidentës dhe ajo pastaj presidenti i Kosovës, zonja Osmani, mund t'i kërkojë sqarim shtesë gjykatës kushtetuese që ligji mbi qeverinë i 2022-shit, Neni 26, po aty shkon deri te Neni 31 në fakt. Neni 26 thotë se në antari i qeverisë që merr mandat deputeti duhet të dorëhiqet. Por kushtetuta pastaj sqaron ato që qeveria terminohet, përfundohet mandati automatikisht në disa raste. Njëri nga ta është kur shkon në 4 vjeçaren, përfundohet. Dhe kur i përfundon kuvendit mandati, kuvendi e ka prodhu qeverinë, e ka votu. Kur i kryet mandati institucionit që e ka legjitimu qeverinë, automatikisht edhe qeveria bie. Kështu funksionon edhe në Francë fakt. Qeveria e dorëhequr rrin aty ku është, deri kur të vinë të tjerë dhe dorëzohet ministria, dorëzohet kryeministria. Nuk ka këtu diçka shumë komplekse. Nezir, e kuptuam që mos futemi më thellë në gjëra teknike, sepse edhe njerëzit që na dëgjojnë në shtëpi nuk se intereson shumë kjo pjesë. Njerëzit, ajo që intereson është kjo. Dakord, sot kemi një krizë atje, nuk u formua parlamenti, sepse opozita nuk pranoi. Është një ngërç, po. Është një ngërç. Tani ç'a ndodh nga nesër e tutje? Nga nesër, tash, konkretisht, seanca që u nis sot, duhet ose do konstatohet
do konsiderohet se në fakt s'ka ndodhur asgjë sot dhe do niset nga e para. Do konsiderohet nul, domethënë? Prap. Po nul, ose konsiderohet se ka nis dhe pastaj pas 48 orëve që i bie të enjtën, ne shkojmë prap në kuvend dhe tentohet por në qëse prap opozita bën të njëjtën gjë. Parë që ka ndodhur. Por në qëse opozita bën prap të njëjtën gjë se nuk ka precedent, thot Neziri, pra. Atëherë nuk ka precedent, është hera parë. Atëherë nëse opozita prap vepron njësoj, atëherë duhet ka absolutisht nevojë për sqarim juridik kushtetues. Të përputhshmërisë së ligjit. Dhe presidentja është në diskrecionin e saj pastaj, ajo mund të konsiderojë se u refuzuar mandatet dhe të shpallë zgjedhje të reja. Më fal, nuk është gjykata kushtetuese që e vendos së fundi, kalon nga presidentja patjetër? Jo, presidentja e ka thirrë seancën. Do të thotë është që në seanca që nisi sot, jo e kuptova këtë gjë. Në porosinë apo përgjegjësinë e presidentit, ajo e thirrë seancën. Normal, edhe në Shqipëri kështu. Dhe seanca nuk u kry. Pastaj ti drejtohesh institucionit që ka kërkuar seancën. Atëherë kujt i drejtohet tani në këtë rast? Nuk po bëhet. Po në këtë rast, nëse prap vazhdon ky obstruksion, pra, opozita thotë jo. Pra dështon prap dhe të njëjtën. Pastaj dështon prap dhe të kur i bie të martën tjetër, sa herë mblidheni ju atje? 2 herë në javë? Çdo 48 orë. Çdo 48 orë, pra i bie 3 herë. Pra është çdo 48 orë. Bukur. Nëse dështon, pra ka disa herë dështime, çfarë parashikon kushtetuta juaj? Ka parashikon. Jo, atëherë opsionet, atëherë zgjedhje të reja atëherë. Po pra, pas sa kohësh, që ta dim dhe ne të kemi një agenda, kemi një kalendar. Nuk ka afat. A, nuk ka afat? Qani nuk ka afat. Po fantastik, po kjo është e papa. Atëherë tani... Nuk ka afat. Erdhëm Ledio, një sekond, Nezir, mos u mërzit, do të mbaj dhe pak fare, unë kam një pyetje, pastaj do t'i lë miqtë e miq kam në studion, nëse ka një pyetje për ty të ta bëjnë, se ne do takohemi me Kismet nesër bashkë. Pyetja ime është kjo. Një pyetje që mund të bëhet vetëm duke jetuar në Shqipëri, se për shembull po të jetoja në Kosovë, s'do ta bëja kurrë të pyetje, s'do mbiten në mend. Ose në Francë, marrin Kosovën se nuk ose kanë ndryshim të madh në këtë drejtim. Pyetja ime është kjo. Si ka mundësi Nezir për të shmangur gjithë këto gjëra? Çaj kushton Dreqit, çaj kushton Albin Kurtit të blej 2-3 deputet? Kjo vërtet është pyetje nga Shqipëria. Shqiptarët që po na dëgjojnë tani, dhe kur them shqiptarët, këta qeverisë qeshin me lote, kupton këta thonë, ore këta janë çmendur kosovarët, domethënë që duhet lodhen kaq shumë. Sepse këtu nuk diskutohet fare kjo gjë, dhe jo vetëm kjo qeveri, të gjitha qeverisë bashku, që ka 30 vjet që ndodhej këtë gjë, dhe në kohën e doktorit është bërë kjo punë, dhe në kohën e nanos, nuk e di, ky Ramzi ka pas nevojë më? Jo, ky s'ka pas nevojë, i ka pas vetë të gjitha. Din që në fillim. Ky ka pas në fillim, Ramzi se kemi provuar. Ka parablej. Na, i ka po. A i ka me parableri Ramzi, është brillant, po. Nësa ta të tjerët pak të nej, janë detyruar të blejnë do një gjë. Atje Kurtis nuk i shkon fare në mendje kjo gjë, se dhe ai njeri është. Jo. Nezir. Ndoshta ka opozitë që shitet atje. A, bravo, se këtë pyetje do e bëja. Shikoni, institucionet e Kosovës... Pyetjen ma kompletoj Flogerti, Nezir, më thanë do. Pra, përveç se Kurtit nuk i shkon në mendje, ndoshta opozita nuk pranon të shitet. Ose të blihet. Ç'është e vërteta duhet pranojmë se edhe duhet në farforme të krenohemi me faktin se Kosova, demokracia në Kosovë është megjithatë është konsoliduar relativisht mirë. Zgjedhjet në Kosovë bëhen në mënyrë korrekte, pranojnë rezultatet, nuk kemi halle siç i keni ju fatkeqësisht ende në Shqipëri për shembull. Dhe jeta politike ka funksionuar pak a shumë normalisht. Kjo që ndodhi sot është në fakt vaki dhe habi për shumë prej nesh, sepse nuk pritej një blokim i tillë totalisht procedurial dhe i panevojshëm. Dhe sa i përket transferimit të njerëzve nga një parti në tjetrën, mund ketë individ që cilët nuk pajtohen për shembull me qasjen që ka sot LDK-ja për shembull. LDK-ja që është centralizuar rreth kryetarit të saj, i cili ka qëndrim që mund të mos i përshtatet shumë deputetëve të tij në fakt, sepse mund të konsiderohet si qëndrim pak kamikaz politik. Qartë. Po, dhe mund të ketë njerëz që dalin, rreshtohen këndej apo diku tjetër. Por kështu blerje klasike apo tregti të vrajshme dhe brutale, siç mund ndodh apo siç ka ndodhur vite më herët në Shqipëri, nuk është se ka pas në Kosovë. Ka pas lëvizje, po jo në atë kuptimin
As tash nuk pret, nëse ka njerëz që lëvizin, do lëvizin për bindje. E kuptova, dhe ti që je pedagog i shkencave politike në Paris 12, atje në Kretej. Në Kretej më them duket apo jo? Po. Në Kretej, po. Ti çfarë parashikon Nezir? Duke qenë se je vetë njeri i këtij profesioni. Ti parashikon që Shqipëria një ditë mund të bëhet si Kosova apo që Kosova një ditë mund të bëhet si Shqipëria? Kosova ka shumë pak gjasa që të bëhet si Shqipëria në këto aspekte dhe shumë mirë është kjo. Sigurisht. Dhe unë fatkeqësisht jam shumë i zgënjur që Shqipëria nuk arriti ende t'i ka përcej disa etapa që ta marrë një fizionomi politiket që të bëhet politikisht e frekuentueshme dhe e prezentueshme. Edhe serioze. Dhe serioze, që të shihet seriozisht. Ka shumë aspekte pozitive Shqipëria, por funksionimi normale, demokratik institucioneve atje lënë për dëshiruar dhe kjo është kogja një farë tragjedie. Ndoshta sepse Shqipëria ka kaluar nga një situatë totalisht anormale, komunizmit, në një situatë sikur Greqia në aspekte tjera, ku kaloi nga ruraliteti në ekonomitë shërbimeve pa u industrializuar. Ndoshta jo tek drejtësia. Tek drejtësia ne nuk e kemi atë problemin, po nuk është disa aspekt, drejtësia është thelbi i shtetit. Ne kemi kryeministër në detyrë që nuk shkon te prokuroria, nuk njeh drejtësinë. E ke fjalën për kë kryeministër? Për Kurtin, për kryeministrin e zotrisë. Po pse Ramsi para të ditësh nuk tha as mos guzoni të vini të merrni celularin. Ore, më fal, ai yni. Ky ajo para dhënie. Ai kryeministri yni i drejtësisë Altin Dumani nuk po pyet për askënd. Ndërkohë që kemi një Albin Kurti që nuk e njeh drejtësinë, është një lloj si doktori këtu, pothuajse. Nuk është e pasakt kjo. Deklaratat e Kurtit nuk e di ç'ju thot në mbledhje të mbyllura. Deklaratat publike janë shumë tash prandaj prokurorisë. Jo, ka thënë Kurti në fakt në intervistë ka thënë që unë nuk shkoj atje, po duan të vinë ata te unë. Është prokurori politike e tjera me radhë. Po, ai ka thënë se ka pas praktika dhe më herë. Ne kemi debat nesër me marr një dëshmi, mund të shkohet aty ta marrë një dëshmi, se si dëshmitar, po. Ka disa raste ku prokuroria në Kosovë e ka showbizuar atë punën e marrjeve në pyetje dhe e ka tipullizu. Nezir, dëgjoj, nuk dua të mbaj shumë, sepse nesër do jesh prapë këtu. Unë tani do bëj një pauzë të vogël fare, mos më ik. Jo, mos më ik se mund të ketë ndonjë pyetje për të bërë. A keni pyetje për Nezirin? Po do të bëj një pauzë tani se kam detyrim. Dakor. Ledio, kemi detyrim tani, ha? Po, jemi vonë. Jemi vonë, duket. Mirë, atëherë dëgjoj, para se të ikim Ledio, te KQZ-ja më duket apo jo Ledio? Do ikim te KQZ-ja të na shpjegoj si votohet. Po, atje. KQZ-ja mire ka shkreta, po që lëmshë që do bëhet në zgjedhje tu me atë votimi. Pyetën kryqet do vijen atje kot nga njerëz të shkret. Nuk them për ato që bën me qëllim, po ata që nuk do e dinë, për shumë ku do vën kryqet, do bëhet një kasapane përpara. Jam i bindur për të kur shohim rezultatin e fundit sa gjëra pa vlefshme do dalin, flet pa vlefsh, do jetë. Kemi parë herën e fundit më? 80.000. Po kjo është më e vështirë akoma. Po si janë. Ikim pak te Çileku, miq. Çileku për nga emri duket turkish. Po është brend dhe kontari pa parë. Dhe ja them tani ç'është Çileku. Çileku, sa për informacionin tuaj, ju e dini xhanëm, po unë po ja u rikujtoj. Çileku është një brend, një markë ndërkombëtare që tregton mobilje për bebe, për fëmijë dhe për të rinj. E pa parë pa dëgjuar. Dhe tani ju keni qenë në krizë, keni thënë, po mirë dakord më për ne, të rriturit, po për kalamaj ku t'i blejmë. Ja ku është te Çileku. Çileku ka gjeni fiks përballë Deni Orgjit të rruga Vajës. Kur Dorolani Bamke edhe Çilekun, ngjitur. Super Çilek. I keni me çmime, ka filluar uljet e Çileku në çdo produkt, nxitoni. Quhet dyqani në Lështridhe, sepse ka këtë Lështridhe këtu si logo. Janë prezente, Çileku është prezent në më shumë se 100 shtete të botës. Mobilje Çilek, përveç bukurisë dhe dashurisë që ofrojnë për bebe, për fëmijë dhe për të rritur, janë organizuar në mënyrë të tillë që të shfrytëzojnë maksimalisht sipërfaqet e ngushta, janë certifikuara si mobilje rezistente që jetojnë gjatë dhe që kujdes. Nuk lëshojnë gjëra që mund t'i helmojnë. Shumë e rëndësishme, gjëra që fusin në shtëpi, të mos mobiljet. Kujdes. Te Çilek do të gjeni djepa sa më pëlqen kjo djepa ai. Pas ka djepa te Çilek, djep.
djepa, krevate për bebe, krevate për fëmijë, krevate marinare, krevate makine, ose krevate Montessor, mobilje për dhoma gjumit të stileve dhe masive ndryshme, dyshek cilësor dhe me çmim shumë ekonomik. Deri në 27 prill mund përfitoni ulje 30%. Përfitoni urgjent këto ditë të bëni deri të zgjuarat e Çilek për gjithu që keni nevojë se keni fëmijë të vegjël apo të rinj në shtëpinë tuaj. Për më shumë vizitoni Çilek Albania. Në Instagram, faqen e Instagramit, Çilek Albania bashkë, dhe atje keni të gjitha. Siç e thashë, rruga Kavajës, Vallt e Njorgit, ose në autostradën Tiranë-Durrës te qendra tregtare Prestige Home. Çilek mobilje për bebe, fëmijë dhe të rinj, bravo Çilek. Rikthehemi pas pak me Nezir Kraki që na pret dhe pak minuta në Skype nga Kosova, deputet i lëvizjes Vetvendosje i Partisë së Kurtit, pedagog i shkencave politike në Paris 12 Créteil në Francë, prej shumë vitesh tashmë. Në studio kam Klet Këlliçin, pedagog i shkencave politike në Fakultetin e Shkencave Sociale këtu në Tiranë, Sebastian Zonjën nga MCN dhe Flogert Muçën nga Lexo.al. Pas pak te ju.